Flota tregtare e SBA-Kin po përshkallëzohet me ritme të shpejta. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur tarifa të reja shkatërruese ndaj importeve kineze, duke rritur ato me 104%, një vendim që hyn në fuqi në orën 12:01 të mëngjesit të së mërkurës. Vendimi vjen pas një lajmërimi të drejtë nga vet Trump, i cili u shpreh se nëse Kina nuk hiqte tarifat hakmarrëse ndaj mallrave amerikan brenda 8 prillit, Shtetet e Bashkuara do të kundërpërgjigjeshin fuqishëm. Kina ka kohë deri nesër në mesditë për të hequr tarifat e tyre, 34% mbi produktet tona. Nëse nuk e bëjnë, SBA do të vendosë tarifa shtesë prej 50% mbi mallrat kinez, duke nisur nga data 9 prill. Dhe çdo bisedim me ta do të ndërpritet menjëherë, deklaroi Trump në rrjetin e tij Truth Social. Pekini ka refuzuar të nënshtrohet presionit amerikan dhe ka bërë të ditur se nuk do të heqë tarifat ekzistuese. Kina u shpreh se është e gatshme të përballet me çdo skenar, duke konsideruar këtë një luftë tarifash të hapur. Ky zhvillim rrezikon të përkeqësojë më tej marrëdhënia tregtare midis dy ekonomive më të mëdha të botës dhe mund të ndikojë ndjeshëm në tregjet globale.